Një skandal i pa precedent me mbylljen e lëndëve kriminale është evidentuar në stacionin e policisë në Pej. Kallzo.com ka zbuluar se gjatë këtyre ditëve, policia në këtë stacion është përfshirë në një hetim të gjerë, i cili synon të zbulojë një abuzim në masë të gjerë me hetimin e rasteve penale të cilat ishin deponuar në polici. Siç mëson Kallzo.com, iniciuesit e hetimit kanë dyshime se menaxhmenti i këtij stacioni dhe hetuesit prej vitit 2012 e deri në vitin 2023 kanë shmangur obligimet që t'i dërgojnë rastet e hapura të stacionit në prokurorinë e Pejës, duke i mbajtur lëndët në sirtaret e stacionit. Si rrjedhoi, rreth 200 raste janë parashkruar, ndërsa kryesit tashmë janë të lirë. Kodi i procedurës penale ka parapara fate kohore brenda të cilave një vepër penale mund të hetohet nga prokuroria e shtetit. Baza ligjore kërkon që policia në afatin sa më të shpejt të dorëzojë në prokurori kallëzimet penale. Mirëpo hetimi i fundit ka ngjallur dyshime se dosjet u mbajtën në polici pa u dërguar në prokurori dhe si rrjedhoi, rastet janë të parashkruara. Sipas të dhënave të cilat tashmë janë pjesë e një hetimi, rreth 200 raste penale ku përfshihen raste serioze të vjedhjes, vjedhjeve të rënda, përdorim të armës, lëndime të lehta trupore, rastet e mashtrimit, ngacmimit, sulmit, shmangjes nga tarifa doganore, kanosjes, zjarrvënies, ndërtimeve pa leje, dëmtimet e pasurisë së huaj, shkaktimin e rrezikut të përgjithshëm, falsifikimin e parave dhe organizimin e bigjozit të paligjshëm janë mbajtur në sirtaret e policisë pa u dërguar me kallëzime penale apo raporte në prokurori. Inicimi i hetimit për këtë skemë të dyshimit në polici, siç mëson Kallzo.com, është bërë krejt rastisht gjatë një hetimi penal nga prokuroria e Pejës. Në muajt e fundit të vitit 2024, policia e Pejës e kishte dorëzuar një rast në prokurorinë e Pejës dhe rasti pas kallëzimit doli se ishte i parashkruar. Sipas një dokumenti që ka siguruar Kallzo.com, prokurori Dorian Juniku kishte zbuluar se lënda e parashkruar u dorëzuar në prokurori jashtë çdo afati dhe kjo inicoi një hetim masovik mbi dosjet. Kur ky rast ishte konstatuar, prokurori kishte kërkuar një hetim nga stacioni i policisë për të kuptuar rrjedhën e këtij procesi. Me datën 19 nëntor 2024, prokurori kishte dorëzuar një shkresë policisë me kërkesë për të verifikuar informacionet nëse në dollapet e policisë kishte lëndë të tjera të ruajtura në këtë formë. 3 muaj më vonë, menaxhmenti të policisë i ishte përgjigjur me një listë të gjatë të rasteve që ishin ruajtur në dollapet e policisë. Sipas raportit të dorëzuar në polici, janë 197 raste që ishin konstatuar si të tilla. Madje raporti konstaton se ka disa raste që janë të hapura, por dosjet nuk janë fizikisht në polici. Në vazhdën e kërkimeve të rasteve, ne kemi arritur që të përpilojmë një listë të rasteve. Në këtë listë, e cila do t'i bashkangjitet këtij raporti informues, do gjeni raste të cilat janë të hapura, mirë po të njëjtat nuk janë gjendur fizikisht. Pra, mungojnë shkresat e lëndës përkatëse. Kam kërkuar nga administrata e hetimeve të verifikohen rastet të cilat janë të hapura në librat dhe arkiven e hetimeve në stacionin e policisë së Pejës. Andaj zyrtari policor na ka prezantuar këtë listë. Në këtë listë është numri i rasteve, lloji i veprës penale, data kur zyrtari policor është ngarkuar me rastin për të hetuar si dhe emri i hetuesit. Rastet të cilat janë të hapura janë të periudhës kohore 2012-2023. I iniciuar në shkurt të këtij viti, raporti informues për prokurorinë ende nuk ka një rezultat final me aktakuzë apo arrestime të personave përgjegjës. Kallzo.com ka kuptuar se me skandalin për disa muaj është duke u marrë edhe prokuroria e Pejës edhe inspektorati policor i Kosovës. Mirë po deri me tani, personat që punojnë në polici dhe dyshohen se janë përgjegjës për këto veprime nuk janë suspenduar e as arrestuar. Inspektorati policor i Kosovës konfirmon se është në dieni të pretendimeve lidhur me mosdorëzimin e disa lëndëve nga policia e Kosovës, stacioni policor në Pejë, në prokurorinë themelore të Pejës. Po ashtu IPK është duke hetuar edhe disa pretendime të tjera që lidhen me çështje të lëndëve për të cilat janë ndërmarrë veprime përkatëse hetimore në koordinim me prokurorinë kompetente. Për detaje të tjera lidhur me ecurinë e hetimeve, ju njoftojmë se procedurat janë në zhvillim dhe për arsye të ruajtjes së integritetit të procesit hetimor nuk mund të japim informata të tjera në këtë fazë. Përgjigje të ngjashme ka dhënë edhe prokuroria e Pejës.
Rasti në fjalë është hapur në vitin 2025 pas pranimit të informacionit me raport informues nga Policia e Kosovës, stacioni policor në Pej dhe është në proces të veprimeve hetimore. Janë identifikuar personat përgjegjës dhe dyshimet e para që ndrojnë në veprën penale, keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar. Në policinë e Pejës të gjithë zyrtarët kanë heshtur për këtë skandal. Përkundër kërkesave të vazhdueshme për të marrë përgjigje, askush nga hierarkia e policisë nuk ka pranuar të flasë për këtë çështje deri në këtë kohë.